Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Petrit Kreziu dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do të flasim për rastin e 6 zyrtarëve policor të Mitrovicës, të cilët u akuzuan për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe autoritetit zyrtar, si edhe për marrje të rishfetit. Pas zhvillimit të hetimeve dhe pas një procesi gjyqësor, i cili zgjati rreth 2 viteve, gjykata themelore e Mitrovicës, e udhëhequr nga gjykatësit e Oleksit, mori vendim me të cilin 2 nga zyrtarët policor i shpalli fajtor, ndërsa 4 të tjerë i lirojnë nga akuza dhe i shpalli të pafajshëm. Me që zyrtarët policor ishin të suspenduar për shkak të dyshimeve në kryerjen e veprave penale, me të shpallur të pafajshëm ata sërish u kthyen në vendin e tyre të punës. Mirë po pas 5 muajsh, Komisioni i Brendshëm Disiplinor i Policisë së Kosovës mori vendim me të cilin përfundimisht këta zyrtar policor i largoi nga marrëdhënia e punës. Gjykata themelore e Mitrovicës me datë 15 shkurt 2013 mori aktgjykimet të cilin 2 zyrtarët policor, Avni Shyti dhe Nazmi Potërçoi, i shpalli fajtor. Avni Shyti u shpall fajtor për veprën penale të shpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar. U vërtetuan nga gjykata se ai përveç që i ndihmonte dëshmitarit bashkëpunues të prokurorisë, se në cilën rrugë i dërgonte mallrat e kontrabanduara, Shyti madje i kishte shitur dëshmitarit edhe pajisjet zyrtare të tij. Edhe atë një radio dhe një jelek antiplumb, të dyja këto për 500 euro. Si rezultat i kësaj, gjykata mori aktgjykim dhe e dënoi Shytin me 5 muaj burgim me kusht, ndërsa i pandehuri tjetër Nazmi Potërçoi u gjet fajtor për 2 vepra penale, atë të shpërdorimit dhe autoritetit zyrtar, si dhe për veprën penale të marrjes së rishfetit. Potërçoi në cilësinë e pjesëtarit të policisë së Kosovës, oficer patrulli në stacionin Jugor në Mitrovicë, e ndihmoi dëshmitarin bashkëpunues duke ia mundësuar kalimin në pikat e kontrollit bashkë me mallrat e kontrabanduara. Për këto veprime i pandehuri Potërçoi pranoi 15 euro nga dëshmitari bashkëpunues. Gjykata të pandehurin Potërçoi e dënoi me 1 vjet e 2 muaj burgim me kusht, ndërsa sa i përket 4 të akuzuarve tjerë, Naser Damati, Besim Smajli, Kemal Hoti dhe Alit Fazliu, për të gjithë këta gjykata mori aktgjykime të cilin i liroi nga të gjitha akuzat dhe i shpalli të pafajshëm. Me që zyrtarët policor ishin të suspenduar nga puna për shkak të akuzave që kishin, me të shpallur të pafajshëm u kthyen sërish në punë. Mirë po pas 5 muajsh, më saktësisht, më 24 korrik 2013, Komisioni i Brendshëm Disiplinor mori vendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për 3 prej zyrtarëve policor. Njëri prej tyre është edhe rreshteri Naser Damati, të cilit edhe shkalla e dytë, Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime, ja ka vërtetuar vendimin për largim nga puna. Arsyeja pse unë sot jam dalë publikisht me debatu temën temë janë 2. Pika e parë është që unë jam i damtuar në aspektin profesional dhe pika 2 është se unë jam i damtuar në aspektin moral. Pse pe thoni? Kur them në aspektin profesional është se Bordi i Brendshëm ka marrë një vendim për largimin tim nga puna pa drejtësisht. Mirë, fillimisht pse e kanë suspenduar, po më intereson. E ke fjalën pse më largu nga puna? Edhe unë këtë pyetje e shtroj, pse unë u largova nga puna kur me legjislacion rezulton këtë diçka tjetër. Do të thonë gjendja faktike është këtë diçka tjetër që mu më bën me dyshu se ka ndonjë pretendim apo ndikim pej individëve të caktuar. Nëse ju keni qenë akuzuar për çfarë vepra? Në vitin 2011, Prokuroria Speciale ka fillu hetim ndaj meje si i dyshimt për veprat krim i organizuar, kontrabandim me madhra, shpërdorim detyrës zyrtare, si dhe marrje mitës. Çka unë më njëherë ju kam përgjigj se janë trillime dhe nuk ka të vërteta asgjë. Hetimet kanë vazhdu, ku edhe me datë 25/5/2011, unë zbashku me disa kolegë tjerë, jam arrestu nga Departamenti Special Antikorrupsion me të njëjtat pretendime. Do me thonë se jam i involvuar në veprat që i përmena ma herët, e kryesorja krimi organizuar, ku ka qenë edhe publikuar me media faktikisht, me rast edhe një farë mënyrë unë u degradova, unë njollosa në tëna aspektet. Nëse e përmen aty do gajbet Coca-Colave, Red Bulla, vaj, pije alkoholike, që është puna aty? Aty është përmen shumë çka. Është përmen edhe 20.000 litra naftë? Aty unë përmen shumë çka mirë, po asnjëna s'ka pas bëj me Naser Damatin personalisht kur gjë së shtli. Ju keni qenë rreshter në atë kohë? Kam qenë në atë kohë rreshter, mbikëqyrës ndrimi i njësisë patrulluese në stacionin policor Skënderaj
në kohën kur jam arrestuar. E çysh ardh puna që më arrestuje? Aty besoj do të më pyet ata persona që kanë marrë vendimin për me më arrestu. Po një Besoj ata dëshmitar do të më japin bashkëpunues, sqarim. një dëshmitar bashkëpunues që ka qenë i prokurorisë, ai ka thonë që ka pas bashkëpunim me juve si rreshtar. Dëshmitari bashkëpunues jo vetëm për mua, ai përmend dikun 12 persona zyrtar që ka pas bashkëpunim edhe që janë të involvuar vepër. Mirë, po nëse faktikisht bazohemi në thashë them edhe në fjalë persona të individëve të caktuar, atëherë është absurde. Çka edhe pas 2 viteve hetime dhe pas shqyrtimit në seancën kryesore në kuadër të gjykatës themelore në Mitrovicë, përkatësisht krime të trona, është vërtetuar që i njëjti nuk ka qenë i besueshëm edhe nuk ka pas diçka të vërtetë aty. A keni njoft ju atë person? Unë atë person e kam njohur më shumë se 5-6 vite për arsye se ai person ka qenë në vars apo punëtor në kuadër të kompanisë Mitrovica Group Security apo të them MGR, ku ka punu si roje në për pika ndryshme. Unë për pas punës si polic, e kam pas të aprovun për zyrës për punë jashtë detyre, edhe punën kam qenë bord menaxhues për plane strategjike, për verifikim, inspektim e tjera në kuadër të kësaj kompanie. Do të thonë kontakti jam me këtë person ka qenë kuadër të kompanisë që kemi punu. Aty jemi njoft se kemi pas raste kur kum shku me inspektu apo kemi qeni lokal zbashku. Edhe tjetra, miku jam kam bajt një autolarje afër vendbanimit tim. Her pas here unë jum aktivizu aty për kujdes për mbarvajtje të punës në atë autolarje, edhe me raste ka ndodhur që njëti ka ardhe ka la veturën aty, edhe aty jemi njoft. Përndryshe kështu që me thonë dë një mohabet diçka ju. Ka pas raste kur kem pas në shqitblere, eventualisht një kërë. Me një deklaratë që e keni thonë prokuroriu, keni thonë që kam marrë edhe kam dhënë pare prej tij. Unë asnjëherë nuk e kam thonë një gjatë tillë. E pse thuat atë në deklaratë? Jo, asnjëherë. Mune me referu se në kuadër prokurorisë unë i kam deponuar 2 deklarata të mia. Deklaratën e parë... A keni pa këtë pjesë që është e shkruar aty? Unë e kam vrejt ma vonë, edhe kur jom ftu pjanës prokurorisë, deklaratën e dytë, para se me fillu deklarata, që ka mujt t'i referohemi deklaratës e dytë donë para prokurorit, unë automatikisht kum lyp sqarim pjanës prokurorit se pse u bën një formulim i tillë. Për arsye se mbas formulimit fjalis, rezulton diçka tjetër, përdesa deklarimi jam ka qenë këtë diçka tjetër. A keni sqaruar? Unë kam lyp sqarim edhe është sqaruar në deklaratën e prokurorit publik, ku është hin proces verbal edhe është evidentuar që nuk është e vërtetë se unë kom pas shkëmbim pare për diçka jashtë ligjore. Domethënë i vetmi shkëmbim i pareve është rastet kur kam ble vetur për ti, kur kam shit telefon, kur ka qenë në autolarit tonë që ka shumë raste pranon dhe dëshmitar që asja kanë bo pagesën fare, edhe në rastet kur është bo pagesa për punën e kryme në kompani. Përderisa jashtë aktëne që ai përmena, asnjëherë të vetme, asnjë centi, me plot përgjegjësi e tham, nuk kam pas shkëmbim me këtë person. Dëshmitari ka thonë që ju keni qenë njëri prej policëve më të shtrejtë. Për një turne thot 40 deri në 50 herë mi ka kërku Naser Damati. Që kjo thonja i kam qenë ndër policë më shtrejt, më ka rënë vesh për arsye se edhe në vendimet e bordit përmenet kjo fjala se unë kam qenë ndër policë më të shtrejt, edhe ndër bashkëpunëtor më të mëdhenj. Unë them me përgjegjësi se as në deklaratat e këtij dëshmitari dhe në asnjë shkresë zyrtare të mëhershme nuk ekziston kjo thonje. Domethënë as deklarat, as kërkunisht nuk ekziston thonja që unë kam qenë më i shtrejti apo unë kam pas çmimin më shtrejt. Këtë thonje... Çfarë çmimi ke pasti? Unë s'ka... O jo i nderuar. Unë sikur të shakon i çmimit sot nuk isha qenë këtu sot para teje. Në thonë pikërisht unë këta pe kërkoj. Unë jam duke kërku medalje vërteta në shesh, edhe mi sqaru gjanat se kush është kush edhe kush se çka ka bo. Pas atyre që na tha ish rreshteri Damati, ne u lumtuam në shkresat e gjykatës dhe gjetëm se dëshmitarit bashkëpunues AH, gjykata themelore e Mitrovicës nuk i kishte falur besimin, dhe duke mos pasur prova të tjera, kishte marrë akt gjykime të cilin 4 zyrtarët policor i kishte shpallur të pafajshëm. Damati thot se me dëshmitarin bashkëpunues ka pasur takim në autolarjen e mikut të tij. Aty, ky dëshmitari kishte folur për kontrabandë me gjëra ushqimore dhe armë. Rreshteri Damati thot se aty kishte provuar që ta kapte atë dhe bashkëpunëtorët e tij, mirë po nuk ja kishte dalur.
Më vonë, kur ky dëshmitar kishte deklaruar në gjykat, damati thotë se kishte kuptuar që interesi i atij dëshmitari kishte qenë që të kuptojë se a janë të involvuar në kontrabandë zyrtarët policor. Mirë po në fund, deklarimet e dëshmitarit bashkëpunues kundër damatit u shpallën si të pabesueshme nga gjykata. Me një rast, kur i njëjti ka ardhur në autollare për me pastru veturën, ka përmend se përmes vllaut tij dhe kolegëve të vllaut tij është duke zhvillu kontrabandë me gjana ushqimore, është tu pretendu edhe me zhvillu kontrabandë edhe me gjana tjera, siç janë edhe anë. Në momentin e ndëgjimit të në fjalëve, unë e kom pretendu me nxjerr fjalë për ti, momentin që me zbulu se është e vërtet nëse jo, edhe me këshyr tutje çka. Edhe unë me njerë jom kysh në temë dhe i kam thonë se në rregull. Më tregoti se kush janë ata persona që po ndihmoj kanë ty, edhe neve do të debatojmë se çka mund ndihmojnë në tutje. E kupton? Edhe pjasë e ditën kam betë që të nesërmit me më taku me ata persona dhe të njëjtin kur se kum taku mo, as kur se kum pa. A i ki njoftu e prorët e të që ke fillu me hetun këtë rast? I nderuar, sikur neve gjatë 8 orëshit ose 24 orëshit, thot dikur se ka bot diçka dhe na me njerë vazhdoj me njoftu, atër do jetë kollaps total. Pra arsye se nuk e ki idenë se sa do të me shkru letra, sa do të me raportu. A jeni të obligum me njoftu? Nëse ka diçka konkrete pa tjetër. Jo, po keni po, jo, keni dyshu? Nuk ka qenë elementet, për arsye se sikur ai person me të vërtet kishte qenë një kontrabandist, apo me të vërtet kishte qenë dikur që është marrë me krim, e kishte pas një status material këtë tjetër, edhe paka shumë kish pas fjalë në qytet që i njëjti është mirë me punë. I njëjti unë të garantoj që asnjëherë ky person nuk është mirë me kontrabandë, edhe nuk ka pas asnjëherë kur gjë konkrete për pas fjalë dhe imagjinata tina personale. Po ju ka përmend punën e armëve? Jo, nuk ka përmend ai punën e armëve, ai ka përmend se do të interesohet me bëu diçka në atë drejtim, mirë, po asnjëherë se ka bëu se do të bëj. Ky dëshmitar ka dëshmu kundër juve në gjykatë? Po, e vërtet është. Qysh ardh përfundimi? Përfundimi erdh se ky dëshmitar u cilësu si bashkëpunëtor i njësisë policisë, edhe nga ana prokurorit u shpall si dëshmitar bashkëpunues për me dëshmu kundër neve. Dua të potencoj se i njëjti dëshmitar, jo vetëm për mu, po në adresë 12 personave zyrtar, ka jap deklarata për më ndryshmeve. Nëse i referohemi deklaratave tina dhëna para prokurorisë, çka janë 3 deklarata, edhe 2 deklarata në 2 seanca ndryshme, para gjykate, keni mu bind faktin se i njëjti është kundërthanie me vetveten. Për të njëjtat gjana, i njëjti deklaron 5 herë ndryshe. Sa që ka ardhur deri në atë nivel, që thotë se asnjëherë s'ka bart kur gjë. Po vetëm interesi i tij ka dashur me ditë se persona zyrtar a janë të involvu marrje mitës apo jo. Çka është më interesant këtu, është fakti që deklarimet e tina, thashethemet edhe shpifjet që i ka bu ky person, janë vërtetuar, janë shpallë si të pabesueshme nga ana e gjykatës themelore Mitrovic, mirë po në rastin tem konkret, tani në kontest punës, mirën si të vërteta dhe të sakta. Përveç rreshterit Damati, të shpallur të pafajshëm nga gjykata themelore Mitrovicës, janë edhe Kemal Hoti dhe Halit Fazliu, të cilët pas vendimit të gjykatës u kthyen sërish në punë. Mirë po pas 5 muajsh, Komisioni Brendshëm Disiplinor mori vendime të cilin u ndërpreu marrëdhënien e punës këtyre zyrtarëve policor. Përdon për të njëjtën akuzë me kolegë tjerë që kemi qenë, me thonë 2 vite me radhë, suspendum. Nga ana e gjykatës themelore Mitrovic jam shpalli pafajshëm, ku pas këtij vendimi jam kthyer në detyrë 5 muaj. Vendi punës është ndryshuar, do me thonë është transferuar në Prishtinë. Pas 5 muaj na është ndërprer nga Komisioni Disiplinor marrëdhënia punës. Do thonë ju kanë largu prapë. Prapë na kanë larguar. E për çfarë veprat kanë akuzuar? Për të njëjtën akuzë, do me thonë. I ke pos 2 akuza. Po, kanë qenë 2 akuzat, për ato 2 akuzat që jam shpall nga ana e gjykatës i pafajshëm, për të njëjtën akuzë Komisioni Disiplinor ka marrë vendim ndërprerje marrëdhënie pune. A jeni janë ku ndaj këtij vendimi? Kemi bërë ankesë, ku? Do me thonë në Komision Disiplinor. Vendimi është kthy, do me thonë është ndërprerje. Donë kanë vërtetuar çfarë vendim? Kanë vërtetuar vendimin dhe nuk është shqyrtuar. E çka presni tash? Tash do të presim, do të vazhdojmë deri në fund, do të bëjmë padi kundër policisë,
Pse? Se është shkelje e rëndë kjo, e ndi vetën plotësisht pafajshëm. Ku pas 2 vite kam prit, del drejtësia në fund, ka dalë drejtësia, ka dalë në përmedia se unë jam i pafajshëm, kur tash prap, largën nga puna. Aleta po na tregon për çka ke qenë i akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Po kam qenë i akuzuar për shpërdorim detyre zyrtare, gati 2 vjet maltretime domethënë, seanca gjyqësore, hetime, pas 2 vjete, domethënë gjykata themelore Mitrovic, më ka shpallë pafajshëm, edhe ashtu gjithmonë kam qenë i pafajshëm, dhe tash dikon në shkurt, jemi shpallë nga gjykatat pafajshëm, kemi filluar me detyrë. Jeni kthy prap domethënë polici? Po, prap, jemi kthy, por jo në vendin e njëjtë, mirë po na kanë ndru vendin e punës. Kështu që pas 5 muajve komisioni brendshëm disiplinor prap domethënë na ka ndërprej marrëdhënien e punës. Kam punuar në njësinë speciale në Mitrovic, kam qenë si udhëheqësi i grupit. Tash çka po bën? Tash domethënë qëndroj në shtëpi, merrem me punë fizike domethënë pa marrë parasysh. Çfarë pune? Ndërtimtari. Shikues të nderuar, pas 2 vite shetime dhe procese gjyqësore, Euleksi nxorri verdiktin final me të cilin 2 nga 6 policët e akuzuar i gjeti fajtor dhe i dënoi sipas ligjit, ndërsa për 4 zyrtarë të tjerë policor, Euleks thotë se janë të pafajshëm. Zoti Krasniqi, Euleksi ka pas rastin e gjykimit të 6 policëve të Mitrovicës, të cilët akuzoheshin për shpërdorim detyre zyrtare. Apo na tregoni çfarë vendimi ka marrë Euleksi në këtë drejtim? Në fakt në shkurt, me 15 shkurt të këtij viti, në gjykatën themelore në Mitrovic, paneli është konë një përbën prej 3 gjykatëve të Euleksit, kanë nxjerrë vendim nga 6 persona, 2 janë shpallë fajtor. Njëri nga ata, Avni Shyti, është shpallë fajtor për shpërdorim pozite zyrtare dhe është dënuar me 5 muaj burg, ndërsa personi i dytë, Nazmi Potërçoj, është dënuar me 1 vjet e 2 muaj burg për 2 vepra penale për cilat është shpallë fajtor, marrje e mitës edhe keq përdorimi i pozitës zyrtare. 4 personat e tjerë që janë qenë duke u gjyku, Naser Damati, Besim Smajli, Kemal Hoti dhe Halit Fazliu, gjithë këta janë shpallë pafajshëm dhe janë liru prej gjitha akuzave. Do të thonë asnjëri s'ngarkohet për asnjë vepër. Gjykata i ka shpallë gjithë këta 4 zyrtarë të pafajshëm. Zoti Krasniqi ju thatë që në muajin shkurt gjykata ka marrë vendim që 4 prej panderëve i ka shpallë pafajshëm. Ndërsa 5 muaj më vonë Komisioni i Brendshëm i Policisë i ka larguar nga puna. Jeni ndjeni për këtë? Jo, do të thotë në shkurt kur është shpallë akt gjykimi, këta 4 persona kanë qenë pafajshëm. Sa i përket çështjes landës për cilën këta kanë qenë të akuzuar, ajo është e kryer. Kështu që këta janë të pafajshëm, unë nuk i di procedurat të më të tjeshme të policisë apo institucioneve tjera ku njerëz që akuzohen vinë, për institucioneve të cilat ata vinë, kështu që nuk mund të them asgjë më shumë se këta janë të pafajshëm, por është çështje policisë, nuk i di procedurat e tyre çka ndodh me të tjerë me ta. Damati ankohet se është dëmtuar dhe se janë bërë shkelje nga vetë policia e Kosovës, të cilët sipas tij kanë marrë vendim në kundërshtim me gjykimin e gjykatës, duke i mohuar 2 vjet hetime dhe seanca gjyqësore nga organet e drejtësisë. Komisioni disiplinor, duke mos e marrë me seriozitet shqyrtimin, mena 1 ditë na kanë shqyrtu, kemi qenë mos gabofsha 6 persona zyrtar, për njëherë është marrë seanca për gjithë, ka marrë vendim se une do të me më shqiptu masa ndërpres marrëdhënies punës, mbi akuzat se jam marrë me kontraband, mbi akuzat se kam ndihmu kontrabandën dhe mbi akuzat se kam marrë mitë, që është total absurde dhe e pakot. A janë të njëjtat akuza për cilat ka vendosur gjykata? Pikërisht, dhe këta janë ajo e kundërta e gjykatës. Do të thonë vendimi i tyre është marrë pas gjykatës. Vendimi i tyre është marrë pas gjykatës, dhe që më bën mu me befasu që mrena 1 ditë ullën në një zyre, për 6 persona zyrtar i vërtetojnë faktet për akuza trona penale, edhe e mohojnë 2 vjet hetime, i mohojnë 10 ditë seanca
edhe analiza gjykatës themelore në kuadër krimeve trona, edhe dalin përmi ligjin, përmi në gjithë, edhe thonë se ju i keni bërë gjitha këto, edhe me këto veprime ju ja keni qiti jenë e zezë policisë, një farë aspekti keni bërë si e diskredituese dhe keni shpërdru detyrën duke marrë mite, që është absolut. Në fundin e arsyetimit të vendimit të Komisionit të Brendshëm Disiplinor thuhet, edhe pse gjykata e ka liruar nga akuza punonjë si Damati, paneli vlerëson se me veprimet e veta ai ka rënë në kundërshtim me etikën policore. Po ashtu, ai ka dëmtuar imazhin e policisë së Kosovës në opinion, pasi rasti i njëjtë ka qenë i publikuar edhe në media. Kryesuesi i panelit të Komisionit të Brendshëm Disiplinor të Policisë së Kosovës ishte nën kolonel Hilmi Pacolli, ndërsa anëtarë të komisionit janë 3 kapitenët: Avni Uruqi, Mehmet Hajdini, Besnik Sallau, si dhe togeri Enver Berisha. Me që kryesuesi i panelit ishte nën kolonel Hilmi Pacolli, ne kërkuam intervistë nga ai. Fillimisht, zotri Pacolli pranoi që të prononcohet para kamerave, mirë po më vonë na tha se përgjigjet do t'i marrim vetëm me shkrim nga zyra për informim e policisë së Kosovës. Në përgjigjet e dërguar me shkrim nga zyra për informim, thuhet: Në këtë rast kanë qenë të përfshirë 5 zyrtarë policor dhe 1 rreshter, vetëm 2 janë dënuar nga gjykata, ndërsa të tjerët janë liruar, por Komisioni i Brendshëm Disiplinor pas hetimeve nga Drejtoria e Standardeve Profesionale ka marrë vendim që nga 6 e akuzuarit, 5 prej tyre t'u shqiptoj masën disiplinore, ndërprerja e marrëdhënies së punës, ndërsa 1 zyrtar policor i ka shqiptuar masën disiplinore, ndalesë në pagesë 30% 2 muaj dhe masën plotësuese transfer administrativ. Bazuar në hetimin nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, Komisioni i Brendshëm Disiplinor ka gjetur prova se të njëjtit kanë kryer shkelje të rënda disiplinore, për të cilat edhe janë dhënë masat përkatëse. Edhe shkalla e dytë, Komisioni për ankesa dhe shpërblime, ankesat e zyrtarëve policor të përfshirë në këtë rast janë hedhur poshtë, si të pabazuara, që vërtetojnë se zyrtarët policor kanë bërë shkelje të rënda disiplinore dhe se vendimi për masën disiplinore ndërprerja e marrëdhënies së punës mbetet në fuqi. Vendimi i Komisionit të Brendshëm Disiplinor post tjerash bazohet në dëshminë e dëshmitarit S.Sh., i cili në gjykat kishte mohuar deklaratat e tij të dhëna në prokurori. Në faqen 22, në arsyetimin e gjykatës për këtë dëshmitar thuhet: gjatë periudhës kritike ai voziste me raste një kamion. Ai deklaroi se njëherë ishte ndalur në fshatin Tavnik nga i akuzuari Damati, ndërsa po transportonte paketa me verë për familjen e tij. I akuzuari Naser Damati e dërgoi në terminalin e doganës, por pastaj dëshmitari ishte arratisur dhe kishte vozitur deri në Zveçan, ku i akuzuari Damati e kishte ndjekur dhe arrestuar. Në lidhje me deklaratën e tij të dhënë më 14 shtator 2011, dëshmitari deklaroi se nuk është e vërtetë ajo që kishte deklaruar përpara prokurorit. Konkretisht, se ai ishte prezent kur një person me emrin Afrim i dha 50 euro të akuzuarit Naser Damati. Dëshmitari deklaroi se ai kishte thënë këtë nga inati që kishte kundër të akuzuarit. Kjo ishte nga arsyetimi i gjykatës themelore të Mitrovicës sa i përket këtij dëshmitari, dëshminë të cilit policia e Kosovës e kishte marrë si provë me rastin e shqiptimit të masës ndërprerja e marrëdhënies së punës ndaj rreshterit Damati. Përgjigja e policisë për këtë rast ishte: Vendimi i Komisionit të Brendshëm Disiplinor nuk është mbështetur vetëm në deklaratat, por në të gjitha të gjeturat që kanë dalë nga hetimet e këtij rasti. Personi tjetër që e potencojnë si dëshmitar, që nuk është përmend, është një dëshmitar i cili është vërtetu se ka jep deklarim të rrejshëm. Prokurori i rastit që ka qenë sa anë gjyqësore ka ngrit kallëzim apo padin ndaj tina për deklarim të rrejshëm. Do të thonë ai dëshmitar që ka dëshmu kundër juve, po, sërish ka shkuar në prokurori dhe ka treguar që ka dhënë dëshmi të rrejshme. Ka ardhur në gjyq edhe është deklaruar haptas që ka qenë deklarim i rrejshëm në shaj që ka qenë i damtuar për meje. Për çka? Atë person në vitin 2000, në fillim vitit 2011 e kam has duke bartë madhra dëshimta për kontraband. Mes rast e kam ndalu edhe gjatë dërgimit për në terminalin doganor për i inicu procedurat, i njëjti ka tentu me ikë, çka ka vazhdu në pjesën veriore. Mes rast unë kam bon ndjekjen e tina në emergjencë edhe kam arrit me e ndalu dhe me arestu nënën veriore përkatësisht në Zveçan, çka kanë qenë rrethana shumë rrezik për mua edhe për kolegun tim që ka qenë me mua, duke ditë rrethanat e asaj pjese. Mirë, por prapë unë e thash edhe më herët, kam qenë për ping kryen detyrë zyrtare dhe në gjendje me. Mirë, se rezultati i kësaj ka dashur më marrë. Se rezultati i kësaj ka qenë i damtuar për meje për arsye se ka sekuestruar mall dikon vlerë për 4.000 euro. Jo është dhënë dënim nga ana gjykatës se kanë qenë mall me aksis për 5.000 euro, edhe ju kanë inicu 2 raste penale në gjykatën kompetente në Mitrovicë.
Edhe mas kësaj ai në shaj hakmarrje, duke qenë i damtuar për me, ju ka dhënë mundësia dhe ka hap një deklarim trajshëm në prokurori. Mirë, po kur ka ardhur koha në gjykat, i njëjti e ka thonë të vërtetën, për arsye se unë edhe kisha dëshmi të mjaftueshme materiale për më vërtetu se kush ka qenë ai person, kush kom qenë. Mirë, është basu Komisioni Brendshëm Disiplinor në dëshminë e këtij dëshmitari? Që kjo mu më befason mas shumë ti. Përkundër faktit që ekziston proces verbali, deklarata këtij personi, edhe është definu kjo çështje, edhe është ngrit kallëzim penal ndaj tina, komisioni thirrën deklarim e tina dhon para prokurorisë. A është ndjeni komisionit që ai në gjykatë ka thonë të kundërtën? Po i nderuam se ja kom ofruar si dëshmi materiale deklaratën e tina, kom ofruar edhe proces verbalit njëjtit nuk e përmendim fare në vendim këtë fakt. Domethënë total metet jo e qartë se ku kanë metur dëshmi. Do thonë prapë se prapë bisin edhe thirrën te deklarata para prokurorit. Interesante është fakti se rreshteri Damati me 12 janar 2011, kohën për të cilën akuzoi se ishte marrë me kontraband, nga stafi komandues i policisë së Kosovës merr mirënjohje për punën e dalluar në parandalimin e kontrabandës dhe menaxhim të mirë në ekip. Damati thot se puna e tij, siç duket, kishte qenë pengesë për dikë, andaj u larguan nga puna. Dua të prezantoj mirënjohjen që ka të bëj pikrisht me periudhën kur unë kam qenë i akuzuar se kam qenë i involvuar si dyshim për krime, është periudha me datë 12/01/2011, ku nga stafi komandues ka marrë mirënjohje dhe lavdat për punën e dalluar dhe i njëjti ka shprehur mirënjohje për kryen shembullore dhe profesionale të detyrave, ku potencohet në veçanti duke treguar efikasitet të lartë për kushtim planin operativ parandalimi i kontrabandës dhe menaxhim të mirë në ekip. Qysh do mund njëtën kohë jeni shpërbly, ka ona tjetër jeni akuzu? Po, se unë edhe ma herët e përmena që gjatë saj periudhe, 1 muaj e gjys 2, unë e kam qenë ndër persona zyrtar ma dallum luftimin e krimit dhe luftimin e dukerisë kontrabandës. Ku e përmena fakti që i kom inicu unë zbashku me nvarësit e mi për 48 raste. A do të thotë kjo që ka i note prej kolegëve? Tash, nëse i kom penguar në interesat dikujna nuk e di, nuk po du me supozu, mirë po unë tash më bën me dyshu që unë kam qenë pengesë për zhvillimin e krimit këtë pjesë, dhe si pengesë ja kanë arrit qëllimit përmes mënyrës tjetër mu me më largu nga detyra zyrtare. Çka unë për 2 vite kam qenë jashtë detyrës zyrtare, si i dyshim për involvim krim. Për faktin se Damati kishte marrë mirënjohje nga policia e Kosovës për luftë kundër kontrabandës, në kohën që po akuzoi pikërisht për kontrabandë, zyra për informim e policisë së Kosovës na dha këtë përgjigje. Pranimi i një mirënjohje nga PK-ja nuk do të thotë se punonjësi i akuzuar lirohet nga akuzat për shkelje të rënda disiplinore, të cilat sipas hetimeve të përfunduara dhe të kompletuara, por edhe Komisionit të Brendshëm Disiplinor, kanë rezultuar si të bazuara. Ish rreshteri në njoftoi edhe për faktin se nga 4 personat e shpallur të pafajshëm, vetëm 3 prej tyre nga Komisioni Brendshëm Disiplinor janë larguar nga marrëdhënia e punës, ndërsa njëri nga ta edhe sot vazhdon të punojë si pjesëtar i policisë së Kosovës. Mirë, nëse na përmendëm që keni qenë 6 zyrtar policor të akuzuar. Po. Sa prej tyre janë shpallë fajtore sot pafajshëm? Në shkallën e parë janë shpallë 2 polic fajtor, përderisa 4 tjerë jemi shpallë pafajshëm dhe limiru gjitha nga akuzat që atë gjithë jemi këthyn detyrë zyrtare. Ku janë tjerët? 3 jemi të largum. Prej 4-ve? Prej 4-ve, 3 jemi të largum. Edhe ky fakt është shumë i rëndësishëm. Njoni? Njoni është në kryer e detyrës. Pse? Për arsye se nga ana e komisionit është marrë vendim selektiv, tendencios, nuk e di arsyeën se pse. Edhe për kundër faktit që jemi të akuzuar me pikat e njëjta, mund kanë qenë i njëjtë. I njëjti ndaj për njëjtën vepër. Njëjti vepër, njëjti rast, njëjtë gjithçka. Domethënë ndaj tina është dhënë masa e transferit dhe ndalimit administrativ, i njëjti është kryer detyrës përderisa 3 tjerë komisioni na ka larguar. Do jeni të njoftuar se cili personaj, unë publikisht nuk ja kisha përmend emrin, se kam respekt për ta për familjen e tij. E din pse po? Nuk e di arsyeën, këto do i mbetet komisionin me sqaruar se si është e mundur për një lont njëjtë me pikat njëjta me rezultu që një person po dashka me nejnë detyrë zyrtare 3 tjerë më largu. Polici i cili vazhdon punën është Besim Smajli.
i cili ishte i bashkakuzuar me të tjerët për 2 vepra penale, ndërsa Halit Fazliu ishte i vetmi nga 3 kolegët tjerë të shpallur të pafajshëm nga gjykata, i cili kishte qenë i akuzuar vetëm për një vepër penale. Komisioni i Brendshëm Disiplinor nuk e kishte kursyer nga largimi i punës edhe Halit Fazliu. Halit, ti ke qenë i akuzuar vetëm për një vepër, ndërsa kolegët e tu kanë qenë për 2 vepra. Po ashtu është. Çka ka ndodhur me njërin prej kolegëve tu? Pse njëri vazhdon? Hajde. Njëri vazhdon me punë, unë nuk më i di ato arsye, domethënë komisioni disiplinor standardet profesionale që janë, ato mundën më dhon sharime më shumë për këtë kolegë. Përgjigja me shkrim nga zyra për informime policisë së Kosovës sa i përket rastit të njërit prej policëve, i cili nuk ishte larguar nga marrëdhënia e punës, ishte: Në bazë të hetimeve të përfunduara, Komisioni i Brendshëm Disiplinor nuk ka arritur që të gjejë fakte dhe prova të mjaftueshme të cilat do të dëshmonin fajësinë e tij, e cila do të ishte e njëjtë shqiptimin e masës disiplinore, ndërprerja e marrëdhënies së punës. Kjo ishte e tëra nga përgjigjet që morëm nga policia e Kosovës, edhe pse zyrtarët policor për të njëjtat akuzat që ngarkoheshin nga prokuroria u ngarkuan edhe nga policia. Policët e larguar nga puna kanë bërë ankesë edhe tek drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, mirë po kishin marrë përgjigje të njëjtë. Drejtësia në Kosovë për këtë rast kërkoi intervizë nga i pari i policisë së Kosovës, drejtori Shpend Maxhuni, mirë po zotri Maxhuni përmes zyrës për informim na njoftoi se nuk do të na jap përgjigje, duke na udhëzuar që t'i referohemi korrespondencës që kishim me zyrën për informim. Damati thotë se zyra ligjore e drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës nuk është marrë fare me ankesën e tyre dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të vërtetuar saktësinë e provave dhe fakteve të nxjerra nga Komisioni i Brendshëm Disiplinor. Ai thotë se nuk do të ndalet deri në fund. Për këtë ka angazhuar edhe avokat mbrojtës. Zyra ligjore e drejtorit ka qenë obligume që me definu njerë a janë sakta, a është marrë mbi baza, fakte dhe argumente ai vendim, dhe sa janë sakta ato që ka shkruan aty. Nuk e di se si janë anashkalu faktet dhe dëshmit, cilat janë të pamohueshme, edhe është leju mu aprovu një vendim i tillë, i cili për mu është, me plot kuptimin e fjalës, është jo ligjor, ka shumë shkelje, edhe ka qenë total i bazuar jashta ligjit, edhe në thashë të them. Edhe a ke vazhduar me ankesa? Patjetër, unë kam angazhu juristin, përfaqësuesin tim ligjor, edhe do të deponoj në gjykatën kompetente për kontest administrativ për çështjet punës, edhe s'do lo guri miki tokë pa e lëviz, s'do lo institucion pa ju drejtu për këtë çështje, për arsye se unë do kërkoj që e drejta jam mos me mohu edhe mos me mushkel. Avokati rreshterit Damatit, Behar Ejupi, tha se duke u bazuar në shkresat e lëndës ka vërejtur se vendimi është në kundërshtim me udhëzimet administrative dhe me kodin e etikës së policisë së Kosovës. Shkeljet e kemi pa duke u konsultuar me ligjin dhe nga ajo që kemi dëgjuar dhe nga shkresat të cilat ne na i ka ofruar zotri Damati si rreshter që ka punuar në policinë e Kosovës, ne kemi vërejt se vendimi i shkallës të parë që është marrë nga policia e Kosovës me datën 17/7/2013, kemi vërejt se i tërë vendimi është në kundërshtim me udhëzimet e policisë, të cilat kanë bëjmë me udhëzimin administrativ 6/2012 edhe me kodin e etikës. Kur them këtë kam parasysh se hetuesi i çështjes lidhur me zotri Damatin është ai i cili i ka marrë deklaratat nga dëshmitarët e çështjes, mirë po ato deklarata janë marrë vetëm nga policia dhe prokuroria në fazën kur zotri Damati ka qenë si i dyshuar. Mirë po, kemi rastin... Apo do në mund thonë që hetuesi nuk i ka marrë personalisht? Po, ne kemi prova dhe argumente të cilat ne i kemi ofruar edhe me ankesën të cilën ne kemi drejtuar shkallës së dytë pranë policisë, mirë po, edhe ajo është refuzuar, duke pas parasysh se asnjë nga dëshmitarët të cilët kanë qenë në këtë proces gjyqësor, hetuesi i çështjes nuk i ka intervistuar. E aq më shumë kur ne kemi të bëjmë me kodin e etikës, gjithsesi me nenin 22. A obligohet hetuesi me intervistë? Po, obligohet hetuesi, do thotë me bazë të udhëzimit administrativ, obligohet që të gjithë dëshmitarët, të cilët janë në këtë proces, të marrin dëgjoj me qëllim që të bëhet një raport sa më i drejtë dhe sa më objektiv. Ndërsa në rastin konkret, dëshmitarët nuk janë marrë në pyetje nga hetuesi i çështjes, mirë po duhet të theksoj edhe një gjë që është shumë me rëndësi lidhur me shkeljet të cilat janë bërë të mbrojturit tim,
gjithsesi klientit tim, zotri Damatit, duke pas parasysh se gjykata në aktgjykimin lirues të cilin ka marrë me datën 15 shkurt 2013, nuk ua ka fal besimin deklaratave të këtyre dëshmitarëve. E kur gjykata nuk ua ka fal besimin këtyre deklaratave të dëshmitarëve, atëherë si ka mundësi hetuesi i çështjes të marrë këto deklarata si të pranueshme dhe të bëj një rekomandim Komisioni shkallës së parë që të suspendohet nga puna zotri Naser Damati. Aq më shumë kemi të bëjmë edhe me shkeljen tjetër, ku kemi të bëjmë me kontestimin e aktgjykimit që është marrë e që ka të ndaluar policia në bazë të një 8, ku decisivisht thuhet se policia nuk duhet të ngrej kundërshtim ndaj gjykimeve të ligjshme. Këtu kemi me aktgjykimin i cili është marrë aktgjykim lirues lidhur me të mbrojtjen e tim, zotri Damati. Këto janë shkelje shumë të rënda edhe aq më shumë kur kemi të bëjmë se kemi bërë edhe një ankesë ndaj vendimit të shkallës së parë, mirë po të njëjtën përgjigje kemi marrë edhe nga Komisioni i shkallës së dytë, gjë që nuk e kemi pritur, të pas parasysh se kemi dash të besojmë që Komisioni i shkallës së dytë nuk do të kaloj aq let vendimi i shkallës së parë të i mshel syt para atyre shkeljeve procedurale që ka bë hetuesi i çështjes dhe Komisioni i shkallës së parë. Shikues të nderuar, ne kërkuam përgjigjen nga Policia e Kosovës për të vërtetuar faktin se hetuesi i rastit kishte marrë deklaratat e dëshmitarëve personalisht apo të njëjtat i kishte marrë të gatshme vetëm nga policia dhe prokuroria, për të cilat gjykata i kishte shpallur të pafajshëm të akuzuarit. Nga policia morëm këtë përgjigje. Hetuesi i rastit nuk është bazuar vetëm në të dhënat e prokurorisë, po për bazë ka marrë edhe provat e tjera materiale lidhur me rastin, që kanë dalë gjatë procesit të hetimeve, siç janë dëshmitë e dëshmitarëve relevant. Avokati e Jupi thot se lidhur me dy vendimet e policisë së Kosovës do t'i drejtohet gjykatës dhe do të kërkojë të drejtën për të cilën pretendon se i takon klientit të tij. Ai thot se klienti i tij nuk ka bërë shkelje. Ai që ka bërë shkelje thot se është hetuesi i rastit dhe vendimet e policisë së Kosovës. A dini pse ka ndodhur kjo, që edhe shkolla e dytë faktikisht ta aprovoi vendim? Duke pas parasysh se jemi me profesion avokat dhe kemi dëshirë që gjithmonë të bazohemi në ligj dhe në fakte, unë nuk duhet paragjykoj se pse ka ndodhur kjo, por dua të them se lidhur me këto dy vendime që ka nxjerrë policia lidhur me klientin tim, zotri Damatin, kemi shkelje dhe besoj që ne do t'i drejtohemi tash edhe gjykatës, pasi që në vendimin e shkallës së dytë kemi një këshill juridike ku ne na jepen 30 ditë afat dhe jemi duke përgatitur ankesën që t'i drejtohemi gjykatës dhe besojmë shumë se gjykata do të merr një vendim të drejtë dhe ai vendim i drejtë do të jetë i pranueshëm edhe për klientin tim, edhe për mua si avokat. Pse them do të jetë i pranueshëm? E them për arsye se ne kemi drejt që kërkojmë të kthehemi në punë në pozitën në të cilën ka punuar klienti im. Dua të shtoj se lidhur me aktgjykimin lirues, të cilin ka pranuar klienti im zotri Naser Damati, është kthyer në punë me datën 1 mars 2013. Punoi deri në muajin korrekt të vitit 2013. Shtrohet pyetja, pse u kthy në punë? U kthy për arsye se u mor aktgjykim lirues, ndërsa pas 5 muaj ditë punë, atëherë i ra ndërmend një hetuesi që të hetoj, të zhvilloj hetime lidhur me të mbrojtjen tim dhe thot se ka shkelje. Cilat janë ato shkelje? Absolutisht nuk ka asnjë shkelje nga ana e klientit tim, por ka shkelje nga ana e hetuesit të kësaj çështje. Avokat, policia konsideron që klienti juaj e ka zbej imazhin e policisë? Jo, përkundrazi, unë mendoj ndryshe si avokat. Në rastin konkret, duke pas parasysh se edhe gazetat, edhe televizionet kanë shkruar lidhur me të mbrojtjen tim, Naser Damati që si polic ka rënë kundërshtim me ligjin. Dhe në rastin konkret është marrë aktgjykim lirues. Do të thotë është liruar për të gjitha pikat e aktakuzës. Unë mendoj se kemi ngritje të imazhit. Pse ngritje të imazhit? Për arsye se është dyshuar që një polic ka bërë vepra penale, ndërsa gjykata merr aktgjykim që e liron nga pikat e aktakuzës dhe thuhet se nuk ka kryer vepër penale. Këtu, do të thotë të gjitha ata njerëz të cilët nuk janë në kundërshtim me ligjin, nuk mund të themi se i kanë zbejë imazhin policisë së Kosovës. Tani ju e keni një vendim të komisionit.
brendshëm disiplinor. E keni edhe vendimin e shkallës dytë, Po. cilët kanë vendosur për me largu klientin juaj prej pune. Çka prisni? Po. Ne do t'i drejtohemi gjykatës kompetente. Ne kemi pranuar me datën 03/09/2013 një vendim të shkallës së dytë, ku në këshillën juridike udhëzohemi që t'i drejtohemi gjykatës. Ne do t'i shfrytëzojmë të gjitha të drejtat të cilat na i garanton ligji me vetmin qëllim për të ndryshuar rasti i një oficeri të pafajshëm për të kthyer në punë, se edhe ky është një familjar, i ka të drejtat e veta të cilat ja garantojnë ligjet të cilat janë në fuqi. Të pas parasysh, edhe nga kodi etike si policisë të pas parasysh se ka qenë dhe shpresoj se do t'jetë edhe në të ardhmen Polici i Kosovës, po edhe nga ligjet e tjera në fuqi të cilat kanë ndjerur Parlamenti i Kosovës. Përveç Naser Damatit, edhe dy ish pjesëtarë tjerë të policisë së Kosovës, Kemal Hoti dhe Alet Fazliu, kanë vendosur që të kërkojnë drejtësi në organet gjyqësore. Ata thonë se do ta padisin policinë e Kosovës. Po, unë do të ngrej padi në gjykatën kompetente dhe do të kërkoj drejtësi deri në fund. Besoj se do të më kthej. Se mi plotësisht i pafajshëm jam. 12 vite në punë. Pa kur far fakti, kur far dëshmie, më largën nga puna, kjo është absurde. A e din pse ka ndodhur kjo? Nuk e di tash. Vazhdojmë deri në fund, do të dalin vërtetat mendoj. Domethënë ju keni vendosur me padit policinë. Normal. Unë nuk muj vazhdoj me këtë njolluesi, me këtë degradim edhe me këtë nënçmim, sa më përket mu, familjes tem, mirë po që besa edhe kolegëve të mi. Pra sy një familje po njollosin në kolegët e mi në këtë rast. Po njollosin total policia. Unë do kërkoj drejtësi. Thash edhe ma herë, nuk do të lo guri mi këtë tokë pa e lëviz. Nuk do të lo instancë apo institucion pa e u drejtu, deri sa të vjen drejtësia në vend, deri sa të vërtetohet e vërteta, të rikthehem detyrës zyrtare aty ku e kam vendin dhe të vazhdoj në zbatim të ligjit dhe në kontribut për këtë vend. Përderi sa, do kërkoj që personat përgjes që kanë bu shkelje gjatë këtij rasti, gjatë këtyre procedurave edhe shpifjet që i kanë bu, me dalë para drejtësisë edhe me japë përgjegjësi. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra sa i përket rastit të zyrtarëve policor të Mitrovicës të cilët u larguan nga marrëdhënia e punës. Ne do t'ju mbajmë të informuar lidhur me atë se çfarë do të vendosin organet e drejtësisë. Kjo ishte e tëra për sonte. Ju mund na gjeni në drejtësia në kosov.com. Të gjithë ata që dëshirojnë të na shkruajnë, këtë mund ta bëjnë në kallxo.com. Në vazhdim, ju lëmë rubrikën Policia dhe nga unë Petrit Kryeziu, deri të dielën e ardhshme, mos e shkeli ligjin.